Jemi rikthyer drejt për së drejti, kam në studio Hindrit Vokshin, analist, do të flasim mbi zhvillimet politike në vend padyshim, por edhe mbi prokurorinë e posaçme të SPAK. Vokshi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. SPAK do tani sepse lexova një shkrim tuaj dhe më bëri shumë përshtypje. Edhe sot nga zoti Berisha në fakt u përmend, zoti Berisha si kryetari i Partisë Demokratike është zgjedhur zëvendës presidentit CDI-s. Çfarë është CDI-ja për shkak? Po CDI është Unioni Ndërkombëtar i Partive Centriste në botë. Dhe zoti Berisha ka shkuar, ka lobuar atje dhe është zgjedhur një ndër 17 zëvendës presidentët. Është diçka normale për një parti politike e cila në 4 vitet e fundit ka qenë izoluar. Sigurisht kjo është shumë për zotin Berisha, për t'ju rritur sadopak moralin vetes dhe ndjekësve që i kanë mbetur, por të thënë që ne strukturat caktuara në botë po na pranojnë. Mirë po, abuzimi ka qenë në pjesën që thonin është kryetari të gjitha partive të djatha në botë. Gjë që s'është e vërtetë, sepse partitë konservatore janë të grupuara tek IDU-ja, e cila është themeluar në Londër dhe është themeluar nga Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara, Partia Kanadeze, Partia Margaret Thatcherit, Jacques Chirac. Te kjo s'ka lidhje Partia Republikane? Nuk ka lidhje kjo tek Partia Republikane, mirë po Partia Demokratike e Shqipërisë është edhe pjesë e IDU-s. Pra, kryetarët e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë dhe në kuvendet e IDU-s, mirë po kjo është një organizatë tjetër. Është organizatë më shumë e partive centriste dhe kristian-demokrate, ku PD-ja shkon dhe afilohet për shkak të qenjes pjesë e partive popullore europiane, të cilat kanë në krye, po them, Unionin Kristian-Demokrat të Gjermanisë. Dhe është për shkak të kësaj lidhje dhe këtij asociimi, statusi ishte shpotitës deri diku për të treguar që nuk është ashtu si na kanë thënë. Pra, u shit si propagandë që është nënkryetari i partive të djatha në botë. Normalisht është e kuptueshme që duan ta shesin në këtë mënyrë, por nuk është kjo, nuk është se ka ndonjë vlerë specifike për që do të ndikoj direkt në realitetin politik të Shqipërisë. Normalisht do të ndikoj tek Partia Demokratike, nuk është keq që kryetari i Partisë Demokratike merr pjesë në struktura të tilla, pra të jemi realist, është shumë mirë, pse jo? Është se është, bëhet dhe zëvendës president, një ndër 17 të tillët. Nuk ka diçka të keqe, thjesht shpotitja ime ishte te kjo që mos e egzagjeroni, sepse nuk është kjo organizata më e rëndësishme e djathëve. Është pak a shumë si çështja e Edi Ramës, që shkoi u zgjodh një ndër 33 zëvendës presidentët e Internacionale Socialiste, por që nuk kishte ndonjë vlerë në realitetin politik të Shqipërisë. Për çfarë dini ndonjë gjë më tepër për Edi Ramën dhe për aktivitetin e tij në atë organizatë? Asgjë. Nuk është se luan shumë rol. Madje Edi Rama i ka tradhuar ata në një farë mënyrë se është bërë me këto partitë tipit të Giorgia Melonit. Mund ta themi se është tradhtar internacionale socialist. Gjithsesi, në fakt partitë apo kryetarët e partive shqiptare i kanë qef këto, shkojnë, bëjnë foto jashtë, vinë, marrin pjesë në këto. Po ky është mentaliteti ynë, se edhe vend i vogël, edhe popull i lezetshëm në kuptimin e idhujtarisë politike për vendet e huaja, pra nuk shihet si një partneritet racional me Bashkimin Evropian apo me Shtetet e Bashkuara, vendosen palët në një garë idhujtarie. Kush e do më shumë Amerikën dhe kë do më shumë Amerika apo Europa. Në fakt nuk është kështu, nuk është një garë idhujtarie, nuk është një garë emocioni dhe romantizmi, është një marrëdhënie racionale politike. Dhe në marrëdhëniet racionale politike, secili shtet, secila parti, secili grupim ka vlerë në raport me fuqinë që ka dhe me domosdoshmërinë që ka në atë realitet politik. Tani, ju e njihni mirë Partinë Demokratike. Sot kjo parti, pak a shumë. Sot është Parti Demokratike apo është një njeri, Sali Berisha? Shko, nuk mund të themi që në Shqipëri ka Parti Demokratik në kuptimin e funksionimit. Merrni Partinë Socialiste, nuk ka asnjë realitet demokratik brenda saj. Edhe Partia Demokratike nuk është se ka dhe nuk ka pasur as në kohën e zotit Basha, as në kohën e zotit Berisha. Dhe nuk ka as Partia Socialiste e Edi Ramës, nuk ka pasur dhe s'ka as LSI-ja. Pra partitë këtu janë të formatuara kështu, sepse vetë realiteti shqiptar ka qenë i tillë. Pra ballist partizan, socialist demokrat. Kjo ka qenë ndarja në vijat të trasha.
Dhe, normalisht, unë jam dhe me një ide tjetër që nuk mund pretendohet shumë demokracinë e një parti, ose demokracia si që imagjinojmë ne, për arsye se partia ka dhe disiplinën brenda. Të gjitha partitë në botë, merr Partinë Konservatore të Britanisë, ka disiplinën brenda, është parti e disiplinuar një lloj si Partia Komuniste Kineze. Pra, partia ka një statut dhe në atë statut vendos vetë se si do të drejtohet. Pra, nuk ka ndonjë detyrim që të jetë demokratike në mënyrën siç ne imagjinojmë. A ka detyrim që të jetë demokratike në raport me rregullat e shtetit dhe me kundërshtarin politik me partitë e tjera. Pra, për mendimin tim, këtu funksionon dhe duhet funksionojë më shumë demokracia. Mënyra se si ti organizohesh së brendshmi, nuk mendoj se ka ndonjë problem themelor. Nuk jam me këtë tezën që thonë disa që nëse nuk është demokratike nga brenda, nuk mund të jap demokracias në shtet. Pra, merret më shumë kulturore se sa duhet kjo. Dhe nuk e mendoj kështu në realitet. Unë mendoj që partitë politike në Shqipëri duhet të jenë konkurruese në kuptimin e produktit politik që shqiptarët duan. Qofse ke element të mirë politik, qofse ke personalitete përfaqësuese, nuk besoj se ka shumë rëndësi a i zgjedh me referendum brenda partisë, apo i zgjedh me vendim kryesie dhe me Këshillin Kombëtar. Edhe Partia Demokratike sot nuk e ka problemin pse nuk zhvillon plebishit brenda radhëve të veta, pse nuk ndërton një referendum. Ndoshta s'ka nevojë për këtë. Mjafton të identifikojë disa personalitetet mira me kryesi, le t'i miratoj kryesia apo dhe vetë kryetari i partisë, nuk ka ndonjë problem, është problemi i cilësisë. Nuk e bëjnë, janë arsyet e tyre pse nuk e bëjnë, është kalcifikimi disa interesave dhe disa karrierave politike brenda partive në Shqipëri, të cilat i kanë detyruar që të ulin kualitetin e përfaqësimit, sepse do vlerësojnë më shumë besnikrinë se sa performancën. Pra, si Partinë Demokratike, si Partinë Socialiste, vlerësohet më shumë dikush që është besnik ndaj kryetarit dhe tarafit dhe nuk vlerësohet personaliteti tjetër. Ka ndryshim, unë jam dakord, se po thuaj se pak a shumë të njëjtat janë, dy partitë, dy kryetarët si Rama të PS, si Berisha, janë lider të partive tyre. Por, kur shkojmë në zgjedhje, ky Rama sigurisht është një hap para për shkak se mund të zgjedhë persona, për shembull, pa ndonjë vlerë në kuptimin profesional, po zgjedh njerëz që kanë vota atje. Ky është ndryshimi. Jo, unë mendoj këtë që Partia Socialiste ka më të fortë anën organizative dhe anën e sondazheve, bën shumë sondazhe dhe anketa, dhe lideri është më mendje hapur kundrejt sondazheve dhe anketave. Ndërsa Partia Demokratike nuk e ka pikë të vetën të fortë këtë, që të bëjë një sondazh dhe ta lexojë realitetin pa paragjykim. Se nëse do të bëjë një sondazh dhe del që njerëzit më besnik në parti nuk kanë pëlqyeshmëri popullore, aty del një problem. Se duhet largosh njerëzit besnik nga partia dhe duhet i zëvendësosh me disa të tjerë të cilët mund mos jenë aq besnik, por mund të kenë pëlqyeshmëri popullore. Dhe Edi Rama nuk është se ka ndonjë kualitet në kuptimin e përfaqësimit. Ju i pat ata njerëzit të rinj të Partisë Socialiste, të cilët dilnin dhe thonin aty që faji vetëm i Edi Ramës është që mendon më shumë se ç'duhet për këtë vend. Dhe i hoqi Edi Rama nga televizorët, që të mos dilnin më dhe mos i vendosin më njollë Partisë Socialiste. I hoqi nga televizori. Dhe në këtë kuptim them është çështje zgjuarësie e leadershipit, nuk ka të bëjë shumë me anën demokratik. Çfarë i mungon PD sot për të ardhur në pushtet? 4 mandate Edi Rama dhe mund të shkojë edhe drejt 5-it, siç ai ka ambicie. A i ka ambicie për të 5-in dhe për 6-in. Unë mendoj se i mungon aftësia për të identifikuar personalitetet përfaqësuese dhe për të ndryshuar fabulën, prallën apo rrëfimin politik. Pra i duhen disa njerëz të tjerë dhe një rrëfim tjetër politik. Normalisht 4 mandate për Edi Ramën janë shumë, se nuk është se ka justifikuar diçka në këto 4 mandate, se nëse në këto 4 mandate Shqipëria do të kishte pasur një zhvillim tejet cilësor në kuptimin e përmirësimit të jetës dhe të elementëve të jetesës në këtë vend, njerëzit mund ta mbyllin një sy dhe mund të thonin po 4 mandate, por ka produkt. Edi Rama nuk ka produkt në raport me buxhetin që ka menaxhuar. Pra mund të ketë marrë deri tani 60 miliard dollar, euro, që nga 2014. Dhe në raport me këto 60 miliard nuk është se ka ndonjë produkt cilësor në ekonominë e vendit, në përmirësimin e standardeve të jetës, qoftë edhe në infrastrukturë, bujqësi apo kudo.
Dhe këta duhet të gjejnë një model konkurrues, mendoj unë. Nuk është e nevojshme të kalojnë hape më shumë. Nuk është çështje hapje, mund të jesh edhe i mbyllur, por ke njerëz cilësor. Ja, protestat si shikoni për shembull, që ka nisur. Protesta është e drejtë e një partie politike për dalë për të bërë dhe protesta dhe ekskursione dhe foltore. Unë nuk mendoj se ka rëndësi të diskutohet. Është thjesht një protestë, që ka kapacitetin për momentin, nesër mund nxjerr 600 vet, pastaj 6000, kështu ka qenë gjithmonë kjo. Doli një protestë me 1000, pastaj u bashkuan 5000, pra është një kurbe e Partisë Demokratike, nuk besoj se ka ndonjë rëndësi, por unë mendoj që nuk është rruga e dur. Kjo. Unë mendoj që nuk është rruga e dur se ju thatë një Partinë Demokratike e njën sepse kam qenë dikur. 10 protesta të mëdha kombëtare ka bërë Partia Demokratike në vitin 2019. Po, dhe që kishe masivitet. As një produkt politik. Sepse normalisht i strukturën tënde dhe militantët tu i merr dhe i sjell në shesh. Mirë po, Shqipëria nuk janë vetëm militantët e tu. Kjo është çështja. Dhe mendoj që një parti politike në këto kushte do duhet merre më shumë me organizimin e vet, me identifikimin e personaliteteve dhe figurave, të cilët do të ishin të aftë për t'i vendosur partisë një marrëdhënie me votuesin. Pra, protesta në fjalë nuk është se vendos një marrëdhënie të re me votuesin dhe po të rrit votat. Nuk është se rrit vota. Dhe një parti politike mendoj duhet merre me këtë, pra të fokusohej më shumë tek përmirësimi i cilësisë së përfaqësimit të saj. Si shikoni ju për shembull, deri tani shumë prej ministrave, po ish ministrave, po funksionarëve të kësaj maggioranze janë në hetim apo disa dhe janë dënuar nga ana e SPAK. A duhet ta shfrytëzonte Partia Demokratike SPAK-un si një aleat përballë një maggioranze kaq të fortë në numra? Unë mendoj se po, për arsyeën e vetme që një parti politike, qofse ka identifikuar si kundërshtar partinë në pushtet, nuk mund të dalë dhe thot dhe të akuzoj prokurorin që po godet partinë në pushtet. Kjo është një pozitë absurde. Pra nga njëra anë thuhet që qeveria është e korruptuar, dhe kur prokuroria çon në gjykat ministrat e kësaj qeverie, ti del dhe thua prokuroria është organizatë kriminale. Tani, ose janë këta organizatë kriminale dhe të korruptuar, qeveria, ose janë prokuroria. Por një parti politike duhet mbajë një qëndrim të rregullt pro ligjit. Po pse e bën Berisha këtë? E bën se është vetë në hetim? Po sigurisht që është vetë në hetim, ka një lloj konflikti interesi aty. Dhe do ishte mirë që PD-ja të çlirohej nga kjo, se do ishim në një situatë tjetër kur kryetari i opozitës del dhe thotë mbështes prokurorinë për të hetuar qeverinë. Është një situatë krejt tjetër, pra imagjinojeni pak që kryetari i opozitës zgjohet në mëngjes, del me deklaratë dhe thotë mbështesim prokurorinë e posaçme për të hetuar korrupsionin e qeverisë. Dhe do merrte më shumë pikë dhe do e vendosë qeverinë në vështirësi. Ktu kemi problem, absurditetin. Del kryetari i opozitës sot prokuroria organizatë kriminale. Kjo prokuroria që po godet Edi Ramën që ka organizatë kriminale. Pra sikur këto deklarata tu e shkruaj Edi Rama ose ministrat e Edi Ramës të cilët goditen. Duket sikur ka rënë në çark. Po jo, ishte një deklaratë aty dhe thoshte që SPAK-u është një mjet i Edi Ramës për të eliminuar Belinda Ballukun. Deklaratë zyrtare e PD-s. Pra këtë deklaratë ose e ka shkruar vetë Belinda Balluku, ose ja ka çuar dikujt me mesazh Belinda Balluku. Se s'ka mundësi që një parti politike opozitare të akuzoj prokurorin si mjet të Edi Ramës për të eliminuar një ministër. Pra duket më shumë si deklaratë e Ballukut kundër Edi Ramës, se sa si një deklaratë një partie politike zyrtare, partisë më të madhe opozitare, e cila do duhet thoshte mbështesim prokurorinë e posaçme për të hetuar të gjithë ministrat e Edi Ramës dhe vetë Edi Ramën. Në pikpamjen time, një parti opozitare këtë duhet thoshte, deklaratë, hetohet ministra e energjetikës dhe vëndës kryeministre, hetohen të tjerët, partia opozitare del dhe thotë mbështesim prokurorinë për të hetuar secilin ministër të Edi Ramës dhe vetë Edi Ramën. Këtu mbyllet. Nuk vazhdon pralla që prokuroria organizatë kriminale dhe përdoret nga Edi Rama. Këtë mendoj unë. Vokshi, për shembull, në një intervistë që dha para disa ditësh për Report Televizion, Ali Mehmeti për shembull evidentoi faktin që ka marrë pjesë në këto garat edhe brenda partisë, që aty antarësia mund të jenë emra ta, po ka nevojë për të riparë, sepse mund të jetë një listë me 10.000 emra, por
Po, shumë tha ishin inexistent. po. Dhe pa dyshim ai është një ndër ata zëra që kërkon rifreskim. Pas 11 majit, duhet ta kishte ndërmarrë këtë hap Partia Demokratike dhe Sali Berisha. PD-ja ka pasur gjithmonë këtë problemin e antarësisë fiktive. Dhe nuk është ky një problem i ri, është i ri personi që e thot. E ka pasur. Po e ka pasur gjithmonë, se në një moment caktuar ka pasur 104.000 vetë antar. Po të kesh 104.000 antar, e merr pushtetin 3 herë. Ti kesh antar aktiv. Vetëm me familjet e këtyre e merr pushtetin 3 herë. Po të kesh antar aktiv. Ky është një problem historik i Partisë Demokratike për çështja me antarësinë. Dhe nuk mendoj se ka ndonjë vlerë. Pra ajo çka unë nuk pëlqej të rinjtë të Partisë Demokratike është se merren vetëm me probleme periferike, kërkojnë rregullimin e gjithçkaje, godasin cilin do rrotull dhe poshtë zotin Berisha, por nuk merren kurrë me zotin Berisha. Nuk është e domosdoshme për të marrë me zotin Berisha, por kjo tregon një mungesë guximi, një mungesë karakteri politik. Pse po merresh me gjithë këta që janë rrotull ti dhe nuk e përmend kurrë këtë? Kjo nuk tregon gjë për Sali Berishën, kjo tregon për ty. Sali Berisha është në rregull, është kryetar partie, vazhdon aty, nuk ka sfidant, por kjo tregon për ty. Dhe kjo është tmerri, dramatikja, që këta që quhen politikanë të ri janë bërë klon, të klonuar, të disa politikanëve të vjetër që kanë qenë, po them, idhujtar të zotit Berisha. Ka nga ata, edhe ish eksponent Partisë Demokratike, qoftë edhe opinionistë që thonë, me zotin Berisha PD-ja nuk vjen pushtet. Por ka dhe shumë nga ata që thonë, edhe pa Berishën, PD-ja nuk arrin dot në pushtet. Jo, ta sqarojmë, sepse këto janë përkufizime të thjeshtëzuara. Liderët historik të partive, jo vetëm këtu, për kudo, ka një rëndes dhe një rëndësi specifike në parti. Dhe historia e suksesit asnjë partie nuk është një histori e krijuar duke qenë në konflikt me liderët historik. Pra liderit historik përgjithsisht arrin të kuptojnë rolin dhe rëndësinë që kanë dhe japin vetë dorëheqjen ose largohen vetë ose bëhen vetë promotor të një konsensu dhe të një bashkimi pas tyre. Zoti Berisha nuk e ka bërë këtë. Ka thënë jam unë. Tashi të gjitha këto tjera që fiton me Berishën, fiton pa Berishën, nuk besoj se kanë rëndësi parsore. Pra nëse disa duan të heqin zotin Berisha dhe t'i thonë që po ishe ti aty nuk fitohet, unë nuk mendoj se kjo bëhet në mënyrë të dhunshme. Pra do duhet vetë zoti Berisha t'i përfaqëson të kuotat e tij në parti, duke u larguar dhe duke vendosur një leadership konsensual. U largua zoti Berisha. U zgjodh zoti Basha dhe tha u detyrova të rikthehem. Unë them duke u larguar vërtet. Pse nuk ka qenë larguar, besoni ju? Ky është një debat të cilin ne kemi konsumuar për 3 vjet rresht, në studion tuaj dhe në studiet e tjera. Pra nuk quhet i larguar, nëse ambasadori Donald Lu për reformën drejtësi shkonte Lulzim Bashën se li dhe duhet ngjitet te Kojni në kat 13 për takuar Sali Berishën. Çfarë është kjo? Ky është një lloj dualiteti se një lider i zgjuar nuk e pret ambasadorin amerikan takim ose nuk nxjerr foto me të. Fakti që ti e pret dhe nxjerr foto, ke si synim të tregosh njerëzve se jam unë. Pra dhe ambasadorët e dinin kush ishte kryetari. Po sigurisht pra kjo mbyllet me një fjali. Kjo ideja u largua, s'u largua. Nuk ka qenë i larguar kurrë. Ka pasur një lloj kohabitacioni dhe një lloj dualiteti me Lulzim Bashën, ose mund të themi ky ka qenë pronari, Lulzim Basha menaxheri. Pra mund ta themi kështu. Unë po flisja për një largim real nga politika me një lloj konsensusi dhe me një lloj garancie. Mirë po, është çështje e tij. Është çështje e tyre, demokratët ata që janë struktura efektive Partisë Demokratike duan Sali Berishën, se nuk është PD-ja produkti Sali Berishës, është Sali Berisha produkti PD-s. Pra dhe në një farë mënyrë e ka gjetur tenxherja kapakun. Pra ata njerëz e kanë vendosur Sali Berishën aty. Nuk i është vendosur me zor. Doli, bëri foltore, bëri një xhiro nëpër Shqipëri dhe erdhi në stadium me 10.000 vetë. Ju bashkuan demokratët. Dhe është përgjegjësia e demokratëve. Nuk duan ta zgjidhin sepse duan të imponojnë botës. Ti thonë që ona pranoni me Sali Berishën, o s'ka. Ai është vendimi tyre, deri më tani as Shqipëria, as jashtë Shqipërisë nuk i pranojnë, por është vendimi tyre sovran. Pra vetëm këtu mund të themi që është një parti sovraniste. Po për shembull se unë përmenda Spakun ty. Po në ditë e fundit ne kemi deklarata edhe të Sali Berishës, por edhe të eksponentëve tjerë ndaj zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, si ndaj zonjës Marta Kos, madje edhe ndaj ambasadorit Silvio Gonzalo e përmendi sot
vetë zoti Berisha. Pse kjo gjuhë e një partie që kërkon të vim pushtet ku ata janë aleatët? Shiko, me këtë Gonzato nuk mendoj se ka faj, sepse zoti Berisha nuk i tha gjati. Zoti Berisha citoi një deklaratë që ai kishte thënë vetë për veten. Në maj, kur kishte thënë. Jo, sot nuk e kishte për këtë deklaratën, e kishte për Shtu nisi. Okay. Ai në maj kishte thënë jam i martuar me burr. Zoti Berisha tha ky është i martuar me burr. Tani çfarë i ka zoti Berisha këtu? I ka cituar një deklaratë që ai e ka thënë vetë. Pra kjo histeria që ju po fyeni ambasadorin është kot. Në raport me komisionerën dhe me tjerët, mendoj se është problem sepse ata nuk përfaqësojnë qëndrime personale. Por nuk mundet ajo Marta Kos të bind vendet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar negociata me Shqipërinë. Është thjesht një dërguar. Mirë, po kjo është në funksion të fabulës që këta Soros dhe këto strukturat ndërkombëtare janë me Edi Ramën, pra duhet një fabul për militantët këtu. Unë mendoj se duhet kishte qëndrim tjetër. Nëse ata janë të interesuar për të zgjeruar në Shqipëri, nuk duhen lejuar që të kenë partner vetëm Edi Ramën. Duhet të ketë dy partner, pra tjetë dhe Partia Demokratike, por ky është qëndrimi racional, ose qëllimi racional. Qëllimi tjetër pastaj për të hedhur gruar dhe misër për militantët si për pulat, është e drejta atyre mundet ta bëjnë, por nuk besoj se kanë ndonjë produkt politik dhe nuk ju rrit prestigjin në raport me të tjerët. Vokshi se më dole te Sorosi, se shqiptarët gjatë atyre viteve të fundit më shumë njohin Sorosin, emrin e Sorosit kanë dëgjuar se sa dinë emrat e kushërinjve tyre. O që është kjo tani? Cili? Që Partia Demokratike thot Sorosi, të gjithë Sorosi drejton këta? Ka një problem. Mbështetja amerikane vazhdon tani, edhe me Trump. Ju duhet një armiku perfekt. Do të thënë, armiku perfekt është armiku të cili s'ke çfarë i bën. Nuk ke se si konfliktohesh me të dhe e mban atje. Është si ajo poezia që thotë ndjekim horizontin, sepse e dim që nuk do të shkojmë kurrë tek ai horizonti, por syri tek horizonti na jep fuqi për të ecur përpara, me mendimin se do ta kapim. Tani Sorosi këtu ka qenë operator i një fraksioni të shtetit amerikan, të departamentit shtetit. Pra Sorosi ka shpërndar paratë e USAID-it dhe ka qenë pjesë e projektit amerikan të eksportimit demokracisë nëpërmjet organizatave jo qeveritare. Pra nuk është Sorosi shtet në vete dhe nuk është një luftë fis me fisin e Sorosit. Nuk ka lidhje. Sorosi e ka ndihmuar 2 herë Partinë Demokratike për të ardhur në qeverisje, pra ajo strukturë e Sorosit brenda departamentit shtetit, ka ndihmuar Partinë Demokratike në vitin 92 për të ardhur në qeverisje dhe në vitin 2005 keni deklaratë zyrtare të George Sorosit në emision tek Sokol Balla në nëntor të vitit 2005, ku thotë unë konsumova një drekë me kryeministrin Berisha dhe jam shumë i lumtur që jemi aleat me këtë politikan dhe ai ka pjesë të politikës ti dhe qëllimet tona politike. Pra është një strukturë, një operator amerikan. Nuk ka të bëj fare me Sorosin si një fis në vete apo si një shtet në vete. Sorosi nuk është shtet. Nëse shteti amerikan mundet ta çmontojë atë strukturë dhe nuk e ke më. Si çmontoi këtë Elon Muskun që pretendon të bëjë i fuqishëm dhe pastaj deklaroi do krijoj LSI në Amerikë, do ik nga Trumpi. Vokshi, të falenderoj gjithmonë kënaqësi, jemi së bashku në analizat tuaja.